Claudio Miguel Vaz është truproja më e re e portugezit Cristiano Ronaldo. Pikërisht atij Cerështati ka besuar shërbimet e sigurisë dhe mbrojtjes për veten dhe familjen e tij. Ai ka dashur të bëjë një shkëputje të qartë nga e kaluara dhe t'i forcojë masat e sigurisë pas kërcënimeve të shpeshta në rrjetet sociale gjatë javëve të fundit. Një situatë që me të vërtetë ka pasur arsye për të marrë seriozisht, duke parë nivelin e armiqësisë së shfaqur. Për këtë arsye, kampioni portugez ka zgjedhur të ketë pranë vetes një përgjegjës të ri sigurie që ta ndjek hap pas hapi si një hije. Nëse për dy vëllezërit Binjaki, komando që e shoqëroni më parë, dije pothuajse gjithçka, për truprojen e re informacionet janë shumë më të pakta. Në imazhet e rralla që qarkullojnë në internet, ai shihet duke përdorur armë, duke karikuar pistoleta, duke u stërvitur intensivisht në përleshje trup me trup dhe duke qelluar në poligon. Të mbrojtë deri në frymën time të fundit është një nga frazat ikonike që e shoqëron në përditshmërinë e tij truprojen e re të Ronaldos. Ka edhe një tjetër frazë që tregon nivelin e përkushtimit të tij pa marrë parasysh koston. Papritur të gjithë dua të bëhen bodyguard, punë e bukur apo jo. Vetëm pse mendon se je më i çmendurin në qytet dhe nuk e frikë të vdesësh, nuk do të thotë se dikush do të të besojë jetën për ta mbrojtur. Dhe çfarë mund të thuash për cilësitë e tua si njeri? Kush je ti? Të flasim për jetën private, gratë, të dashurat, fëmijët, ditëlindjet, krishtlindjet, vetëm pse dëshiron këtë jetë nuk do të thotë që kjo jetë do ty. Çdo person i famshëm që punson si truproi Claudio Miguel Vaz e di që ai është aty, edhe nëse në dukje nuk e sheh. Ai vetë shmang famën publike dhe preferon të qëndrojë larg vëmendjes, i përqendruar vetëm në punën e tij të ndërtuar fal formimit të tij paramilitar dhe përvojës në terren. Mendoj se ka ardhur koha të dal nga dritat e skenës dhe të vazhdoj të punoj në hije, po mendoj të mbyll llogarinë time në Instagram dhe të distancohem nga rrjetet sociale. Është një nga mesazhet e pakta që ka shpërndar ai 2 vite më parë dhe që tregon shumë mirë qasjen e tij ndaj punës dhe seriozitetin. Reputacionin e tij e ka ndërtuar hap pas hapi duke fituar besimin e shumë artistëve portugez, mes tyre edhe reperit me origjinë nga Angola, NGA, emri i vërtetit i cilit është Edson Wilbrand Silva, i cili pas ndarjes së prindërve u transferua aq i vogël në Portugali dhe u bë një yll i muzikës rap. Kur nisa rrugëtimin tim në sektorin e mbrojtjes, sa afër gjithçka ishte ndryshe, shkruan Vaz në një postim pra një fotoje me futbollistin e Milanit Leao. Isha shumë i përqendruar për të zhvilluar si profesionist, për të bërë më i mirë, për të ofruar siguri njerëzve me të cilët punoja dhe për të pasur diçka për të ngrënë në tavolinën time të zbrazët. Kanë kaluar më shumë se 6 vite që unë ushqem dhe paguaj faturat me këtë punë që nuk është as pak argëtuese, shkruan ai. NGA është vetëm një nga shumë personazhet e njohura që kanë zgjedhur Vaz si truprojen e tyre. Reputacioni i tij është rritur aq shumë sa është kërkuar edhe nga shumë futbollistë të tjerë, kryesisht portugez si Leao dhe Gelson Martins. CV-ja dhe referencat e tij e kanë bërë të preferuar edhe për Cristiano Ronaldon. Ylli portugez e ka zgjedhur pavarësisht disa kritikave ndaj stilit të tij më agresiv dhe frikësues, krahasuar me truprojat e mëparshme. Diferenca në interpretimin e rolit të tij u pa qartë në një video gjatë udhëtimit të fundit të Georgina Rodriguez në Paris, me rastin e javës së modës. Sapo zbriti nga makina, partnerja Ronaldos ishte në mbikëqyrje të rrep, ndërsa Vaz u bëri jetën të vështirë edhe fotografëve, duke përdorur një elektrik dore me dritë ndezure të fikur që i pengonte ata të bënin foto. Një sjellje tejet reaktive, frikësuese dhe agresive sipas burimeve pranë ishyllit të Real Madrid, të cituara nga mediat spanjolle, e pa dëgjuar më parë, por ndoshta pikërisht këtë kërkonte dhe kërkon Cristiano Ronaldo për sigurinë e tij.